të tillë për arsye të tilla, sepse blokada politike kemi pasur edhe në të kaluarën, kur partitë politike nuk kanë arritur edhe pas negociatave, edhe pas dialogut, edhe pas kompromiseve që të gjejnë zgjidhje. Mirë po situata politike dhe ngërçi politik i ditëve sotme është sui generis dhe është shumë unik, sepse në historinë e Kosovës asnjëherë nuk ka ndodhur, sepse kemi një parti politike e cila është barikadu, e cila nuk diskuton, nuk bën përpjekje për dialog, nuk bën përpjekje për kompromis, për të dalë nga kjo situatë. Pra, atë çfarë shohim në Kuvendin e Republikës së Kosovës është që ne nuk kemi pa asnjë përpjekje serioze që ish kryeministri Kurti të dialogojë madje edhe me Fatmir Limajin, i cili është tregu i gatshëm që të bëjë që të ofrojë zgjidhje. Nuk kem pa përpjekje që të dialogojë as me Aleancën për Armërinë e Kosovës, i cili ka ofruar 3 emra konkret për të dalë nga kjo gërç. Nuk e kem pa seriozisht të dialogojë as me Partinë Demokratike e Kosovës, e cila përmes kryetarit të saj Memri Krasniqi ka thënë që PDK është e gatshme që të dalë nga kriza, ka ofruar zgjidhje, por ne nuk mund të votojmë dikë i cili ka shërbyer më parë në qeverinë e kaluara. Në çfarë forme atëherë është PDK-ja e gatshme që të dalë nga kjo krizë? Po pikërisht do thotë ne i kemi 3-4 parti politike, të cilat kanë ofruar zgjidhje dhe me këto zgjidhje derisa ne po flasim, Avni Dehari mund të thrasë seancë edhe bëhet konstituimi i Kuvendit. Vetëm duhet vullneti i partisë politike cila ka fitu këto zgjedhje, pra ka një fitore çfarë e ka me 48 numra, një fitore relative në Kuvendin e Republikës Kosovës me 48 numra. Mirë po, kjo parti po mundohet që përmes arrogancës me shty një emër për të cilin e din që nuk kalon. Dhe unë mendoj që koha e dominimit ka kalu në Republikën e Kosovës, nuk ka parti politike që dominon, nuk ka parti politike dhe që ishtë dashme dominu. Edhe sikur Lëvizja vetëvendose të kishte 80 deputet në Kushtetutën e Republikës e Kosovës, me ligjet tona, me praktikat tona demokratike, prapë se prapë dush me ullë me partit politike, edhe me gjetë një zgjidhje, edhe me gjetë një razi që thojnë populli për të kalu këtë ngërç. Por çfarë po shohim është që Lëvizja vetëvendose është barikadu mbrapa një emrit dhe nuk dëshiron dialog me partitë të cilat ofrojnë zgjidhje. Mendoni se është e qëllimshme kjo pjesa e insistimit në një emër të vetëm? Po dëgjojmë, kjo mund të jetë edhe qëllimshme, po pasojat për Kosovën po janë fatale. Edhe qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që këto ankesa që qytetarët i kanë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, ankesa që i kanë nëse shkojnë sot edhe blejnë nga çebapa deri të shporta e familjes, ankesa që i kanë me izolimin, me pasigurinë, ankesa që i kanë me marrëdhëniet e prishura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sanksionet e Bashkimit Evropian, me 800 milion që ne nuk po mund të marrim nga Bashkimi Evropian sepse është bllokuar kuvendi. Të gjitha ankesat që qytetarët e Republikës së Kosovës i kanë, duhet t'i drejton nga një parti e cila e ka bloku funksionimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht e ka pengu edhe konstituimin e Kuvendit, sepse zgjidhja është tepër e lehtë. Unë mendoj që dhe për këtë pajtohen gjithkush. Largo Albulena Agjiun, edhe Artan Behrami po të ishte, edhe babai im